Një tragjedi e rëndë ka tronditur Kosovën, teksa Jetlira Foniqi, 24 vjeçë, në muajin e 8 të shtatzanisë ka humbur jetën pasi është qelluar me armëzjarri në dhomën e gjumit dhe bashkëshorti i saj është plagosur rënd dhe ndodhet në gjendje kritike për jetën. Detajet e reja janë raportuar për ngjarjen e rëndë në fshatin Kërvasëri të Malishevës, teksa prokuroria e Gjakovës ka njoftuar se i dyshuari për vrasjen e 24 vjeçares është pikërisht bashkëshorti i saj, Ekzon Bytyqi, i cili më pas ka qelluar edhe veten me një plumb në kokë. Sipas informacioneve paraprake, Bytyqi ka qelluar për vdekje bashkëshorten e tij me armën e babait, të cilën ai e posedonte me leje. Çifti u gjeti plagosur në dhomën e gjumit rreth mesnatës. Ata fillimisht janë dërguar me urgjencë në spitalin e Malishevës dhe pas ndihmës së parë, të dy janë dërguar drejt Prishtinës, por Jetlira Foniqi nuk arriti t'u bjetonte dot plagëve të mara. Vdekja e saj u konfirmua nga mjekët rreth orës 1:10 së hënës, ndërsa 26 vjeçari vijon të trajtohet në repartin intensiv në gjendje të rëndë. Sipas burimeve, çifti jetonte në Gjermani prej 7 vitesh dhe ishte kthyer në Kosovë afërsisht një muaj më parë. Ndërkohë policia vazhdon veprimet hetimore për të bërë të mundur zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes së rëndë.